Atëherë, simptomat e alergjisë pak a shumë janë të përcaktuara gjatë gjithë kohës. Aktualisht të gjithë mjekët po flasin, pacientët i njohin ato pak a shumë por kanë një ngjashmëri goxha të madhe me simptomat e gripit apo të një ftokjeje. Ato i lidhin me njëra tjetrën, rrjedhja e hundëve, bllokimi i hundëve, tërshtimat, por kanë një diferencë mes tyre që është temperatura. Gjatë një ftokjeje apo një gjendje virale, pacientët mund të kenë temperaturë, lodhje trupore, këputje trupore, të cilat nuk janë të pranishme gjatë një alergjie. Gjithashtu është edhe koha. Zakonisht simptomat e alergjisë zgjatin në varësi të kontaktit që pacienti ka me alergenin. Për shembull, në sezon polenet aktuale të barave të shkurtra zgjasin prej marsit, fillimit të marsit deri në mesin e qershorit, dhe pacienti derisa është në kontakt me këtë alergen, patjetër që do të shfaqet simptoma. Ndërsa një gjendje virale mund të zgjasë maksimumi 10 ditë, 2 javë, dhe kjo duhet të bëjë një diferencim mes të dyja diagnozave, të një gripi apo ftokje të thjeshtë dhe simptomat e alergjisë.